All the films in one radio show. Është momenti tani për të folur pak për filmat që vinë në Cineplex javët në vijim. Çoj klemi një listë që duhet ta kem diku këtu, po do mi mban mend për mund sigurisht. Edhe këtë shohim më parë. Isha çishu entuziast për këtë periudhën tani sepse kaluam një 3 mujosh me shumë prodhime shqiptare, të cilat ishin suksesshme. 2-3 kishim dhe thyerje rekordesh në kinema këto 3 muaj, por tani kemi lënë hapësirë të dedikuar disa blockbusterave të cilat besom të gjithë po i presim dhe i duam. Neve fillojmë me Super Mario në datë 1 prill dhe kemi para premierë botërore. Okej. Pjesa e parë ishte një nga filmat më të suksesshëm që ne kemi pasur të animuar në kinema. Më pas do kemi filmin që unë personalisht e kam përzgjedhur si atë që me zor po e pres, Michaelin, biopiku i parë për Michael Jackson, në 23 prill, i bërë nga krijuesit e Bohemian Rhapsody, që cilësohet si biopiku më i mirë i bërë për një muzikant në një herë. Ato kanë marrë përsipër të sjellin jetën e Michael Jackson në një film, roli luhet nga nipi i Michael Jackson dhe në 2 trailerat që kanë dalë është fantastik. Okej. Ka dalë edhe playlista e filmit që është përdorur dhe janë hitet më të mira të Michael Jackson. Do të kemi para premierë botërore në 29 prill Devil Wears Prada 2 me casting original, traileri, teaseri ishin super. Në 1 maj del në gjithë botën, ne do ta kemi 2 ditë para fatmirësisht. Edhe këtë? Edhe kjo është nga ato premiera që e duam. Traileri i parë i një filmi që realisht po presta shoh shumë është Scary Movie 6, i mungon Hollywoodit, kinemave, sidomos dhe në një film me të qeshura si Scary Movie. Producentët dhe aktorët kryesor janë betuar që nuk do përmbahen fare dhe nuk do pyesin për kufizime, për sharje, për linja i lirshëm. Do jenë tek e njëjta linjë si Scary Movie. Në verë do jetë Scary Movie? Në 5 qershor. Ishte planifikuar në datë 12 qershor, do sillet një javë para në datë 5 qershor. Okej. Më pas vazhdoj me Toy Story, gjithashtu një nga ato filmat më të dashur. Është realizimi i ri dhe për herë të parë futet lufta me teknologjinë në film. Traileri ishte një nga më të parët në YouTube në historinë e filmave të animuar. Prezantohen me tabletin, kështu që do shohim këtë luftën reale të ditëve të sotme. Po, moderne. Më vonë në fund të qershorit, më saktë në fillim, në datën e parë të korrikut, kemi Minions sërish. Kështu që faleminderit që mi sollët se na uruan ditëlindje. Në ditëlindje dhe po bëhemi gati për një korrik fantastik më vonë me The Odyssey të Nolan dhe Spider-Man që ishte në fund. Që ishte traileri doli këto ditë dhe thyu çdo rekord të mundshëm për shikueshmërinë e një traileri në 24 orë të para me mbi 760 milion views. Edhe la shumë mistere kishin bërë domethënë blogerat pafund në TikTok që kapin momente dhe shumë i ngjashëm nga këto Spider-Man-et e vjetër me Tobey Maguire. Pra Tobey Maguire sepse një ndër gjërat që identifikonte ishte një lloj ndryshimi në ADN që kishte rindodhur në trupin e Spider-Man që rrjetat më lëshohen i prodhonte vetë, jo më me atë pajisjen që kishte në dorë. Shumë anti-heronj me të cilët duhej të përballej gjatë gjithë kohës. Dhe prezantimi për herë të parë në një film me The Punisher. Po, The Punisher që ishte gjithashtu. Unë kam shumë qejf si aktor, kam parë këtë filmin që bëri para ca kosh me Ben Affleck. The Account të dy ishte shumë aktor interesant. Unë e kisha parë më përpara, po aty nuk e di pse më pëlqeu shumë si karakter dhe është shumë interesant ta shohim edhe tek Spider-Man. Odyssey, pastaj duat ndalem pak, i ke parë këto zhvillimet e fundit pak kanë zbuluar nga Odysseu, po është, nuk e di, filmi më i pritur
edhe në mos gaboj ishte më i kushtueshmi që Nolan ka bërë, apo jo? Është më i kushtueshëm që Nolan ka bërë. Nolan është fan i këtyre gjërave që krijohen origjinale po, pa përdorur CGI. Ishte ngritur në këmbë, nuk e di nëse e pe. Greqia ishte ngritur në këmbë pasi nuk ishte aktor grek. Nuk ishte aktor grek e parë. Mos e imagjino të ishte bërë një histori për Shqipërinë dhe mos kishte shqiptar që do ishte bovës. Aty do ngriheshin protesta. Pra ka një farë të drejtë, thua. Po besoj që ka një farë drejtë. Edhe te kostumografia, thanë që kanë abuzuar shumë me kostumografinë, se janë disa elemente të cilët nuk i kanë patur në historinë e tyre. Ka një farë drejte, por gjithsesi është një fiction në fundit, është gjeneza, historia që ne e dim, por fakti që sillet dhe risillet Odiseja për të disa të herë, besoj që e marr nga duart e Nolan, është me vërtet presim një magji kinematografike. Ka shumë mundësi që t'jetë një perle vërtet, po unë mendoj që kemi një lidhje me Odiseën, se kemi Bekim Femiun që ka luajtur rolin më ikonik të Odiseës tani. Edhe është më i vlerësuar në fakt deri tani në atë rol, edhe madje njerëzit e identifikojnë Odiseën me atë. Dhe shpresojmë po thoja që të mos jetë një zhgënjim, se për mua gjithmonë te këto filmat e mëdhenj vinë bashkë me një frikë për zhgënjim, se ndonjëherë rezulton një flusk, po nuk besoj në gjithë këtë investim, në gjithë të cast që është bërë. Casti janë më të mirë. Dështimi është besoj në përqindje shumë të vogël ose i pamur. Është edhe koha, kemi edhe disa vite pa parë filma epik të këtij roli. Mund të fundit do përmendja Trojën, ka ngelur në memoriat e gjithë. Dhe përveç Trojës u bë së fundmi dhe kjo që rezultoi dështim me Pedro Pascalin në Gladiator 2. Po okej, ajo ishte egzagerimi i gjërave që s'kishin të bënin fare. Jo histori Iliade, siç jemi mësuar të shohim disa realizime të shpeshta vite më parë. Dhe me që jemi tek veprat, po themi tek letërsia edhe tek filmi, Frankenstein ishte gjithashtu një film i bukur, ju a sugjerojmë të gjithë dhe ju që se keni parë akoma. Çfarë përshtypje është të la Frankensteini? Për mua Frankenstein ishte një nga filmat më të bukur origjinal që Netflixi ka realizuar. Origjinal në termin ka investuar para të Netflixit për të bërë një film, jo skenari, sepse është shumë për të vlerësuar që skenar të tillë, vepra të tilla risillen edhe pas 200 vitesh. Për shembull, ishte edhe rasti i Hamnetit këtë vit. Po, edhe Hamneti ishte i bukur. Realizimi ishte i denjë për të parë në ekranin e kinemas, pavarësisht se ishte një film për platformë streaming Netflix. Casti ishte fantastik. Jason Pelodi dhe Oscar Isaac ishin super. Po, kishte Christopher Waltz gjithashtu, Charles fantastik. Dance që ishte shumë interesant që e kemi parë. Po edhe këndvështrimi, se si ai ngrinte pyetjen kush ishte mostra e vërtet tek Frankensteini, mostra apo ai që krijoi mostra? Apo ai që e krijoi. Dhe në fakt më shumë mundsi u lat kuptoi që mostra ishte ai që e krijoi në fakt dhe jo monstra e vërtet, sepse në fundit ai e kishte krijuar dhe ai mbante përgjegjësinë për krijesën e tij, që në fakt i kushtoi dhe jetën e vet edhe shumë gjëra. Po të shikosh këtë film duket sikur po lexon një prall, duket sikur po lexon një roman, edhe ishte shumë i bukur. Shënojeni në listë nëse nuk e keni parë ende. Mirë, këto ishin disa nga gjërat që kishim për të diskutuar. Pranvera dhe Vera janë plot me filma shumë interesant në Cineplex. Shkojmë edhe në një shkputje tjetër, që Kloi ka sjell Mahmud Orhan me Game of Thrones, një kolon zanore që edhe kjo është punuar bukur. All the films in one radio show. Edhe për t'u përshëndetur se kemi mbërritur në fund të The Movies edhe për sot. Sigurisht edhe një rikujtes për nesër që do t'jetë në Cineplex Maratona e Lord of the Rings. Kam përshtypjen që ke krijuar një koleksion me bluzat të kinematografisë, se sot ke ardhur me Lord of the Rings. Mbaj mend që disa herë na ke ardhur me t-shirte me themed të filmave, duhet ta kesh një koleksion. Atë po shihja para ca ditësh, duhet me hap një kanat tjetër dollapit. Unë po mendoja që ti ke në një vend tani ato të filmave. Kështu që këtë vendosim në një firmë nesër me atë që do ndodh. Po. Kështu që do japim shumë dhurata nesër gjithashtu nga
Do Lord ketë of the Rings, dhurata. patjetër. Okej, 12 nis maratona e Lord of the Rings për ju që doni të shikoni të 3 filmat bashk, gjithë trilogjinë në një maraton në rreth 12 orë, do dilni ande nga ora 12 e natës. Do ju duket e çuditshme, më besoni, por është shumë eksperiencë e bukur. Do keni pushime ndërmjet filmave, do dilni, do hani aty për të ngrënë, keni sa duash për të pirë. Janë ambientet e rehatshme, kështu që nuk ka asnjë lloj sakrifice përveç se të shijoni gjithë filmin, I cili në fakt Do është jetë një edhe ato eksperienca që mbahen më në kinema. po, do ta shikoni dhe extended version që janë edhe shumë skena që nuk I keni parë. Imagjino ndonjëherë. prind do I thon pastaj fëmijëve, babi jote ka pa 12 orë. Po se ka beson lejt njëri, kinema." merr telefonor 1 ku je në kinema, merr 4 në kinema, merr 12 natës Ka në po kinema. Ore ku je? Kështu që do jetë eksperiencë Edhe eksperienca fantastike, shumë e nëse. mirë ashtu do ishte po të ishte telefoni fikur. Aty po, pastaj do po ja, ishte unë mendoj, je po. në vitet 2001, zeze në vitin 2001. Shkruaj një gjë, këshillohet që telefonat jenë të fikur. I shkruaj, po kujt ja thua? Ti thuash. Pavarësisht maratonës që nesër do të jetë një ditë e veçantë dedikuar kësaj gjëje, filmat Lord of the Rings I gjeni gjithsesi në Po, programin. do të vazhdojnë nga vazhdojnë. 1 Në ditë ditë, në orën për 8 ju që- darkës deri të mërkurën e ardhshme. Po si ju amban ta shikoni, ndoshta edhe si mua, të treja bashk. Krahas edhe shumë filmave të tjerë, të zhanreve të ndryshëm, shoh që ka edhe shumë filma për familjen, për fëmijët. Unë dje isha sepse vesh tani edhe si Gaddafi, ose Oh. jo, mos shive edhe me bluzë kështu. Po pra, Isha edhe me vesh- atë gjë? Po. Edhe kapelen e tij? Po. Wow. S'besonin që isha unë, po. Nuk dua ta imagjinoj se si do vishë. Si Gollum. Mirë, faleminderit që qëndruat me ne, faleminderit Klem. Shumë faleminderit kënaqësi. The që do ta shohësh, kështu që mbase njerëzit do të shohin edhe nesër aty ulur në një koltuk të Cineplex duke parë film për shumë orë dhe bashkë do të jemi sërish, besoj, javët e ardhshme kur të na afrohet në një premier bombastike, po edhe shumë gjëra të tjera interesante që Cineplex bën.